Qeveria e Maqedonisë së Veriut ka shpallur 7 ditëzie në nder të viktimave në incidentin e zjarrit në një diskotekë në qytetin e Koçanit. Për incidentin ku mbetën të vdekur 59 persona kanë reaguar figura politike vendore e ndërkombëtare. Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për Punë të Jashtme dhe Politika të Sigurisë Kaja Kallas shprehu ngushëllime për familjet e prekura nga ky incident. Ngushëllime të gjithë të prekurve nga kjo tragjedi, uroj shërim të shpejt për të plagosurit. BE-ja ndan dhimbjen me njerëzit e Maqedonisë së Veriut. E presidentja e Kosovës Vjosa Osmani incidentin e cilësoi tragjedi. Humbja e shumë jetëve të reja është një tragjedi që nuk mund të thuhet. Ne shprehim ngushëllimet tona më të sinqerta dhe qëndrojmë pranë familjeve të viktimave dhe gjithë popullit të Maqedonisë së Veriut në këtë kohë të vështirë. Jeni në mendimet dhe lutjet tona. Kryeministri Albin Kurti shprehu ngushëllime për viktimat e uroi shërim të plotë për të lënduarit. Shpreh ngushëllimet e mia më të thella për familjet që humbën më të dashurit e tyre, si dhe për liderët dhe qeverinë e Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe gjithë vendin gjatë kësaj periudhe zie. Të lënduarve u uroj shërim të shpejtë dhe të plotë. E kryeministri i Shqipërisë Edi Rama u shpreh i gatshëm t'i ofrojë ndihmë qeverisë maqedonase. I përcjell po ashtu kryeministrit Mickoski dhe autoriteteve të vendit fësinj ngushëllimet në emër të Shqipërisë e shqiptarëve, duke shprehur gatishmërinë për çfarëdo qoftë ndihma jon mund të jetë e nevojshme. Pas tragjedisë, qeveria në Maqedoni të Veriut ka vendosur për një inspektim të menjëhershëm dhe të jashtëzakonshëm në të gjitha klubet e natës, diskotekat dhe restorantet që organizojnë festa.